Shumë problem për neve me funksionu si biznes, se duhet me shënu, me mashku, me shku në të kë, me marrë ato paragonet. Tash mas e kënë qu edhe në pej, se është një farë monopole ndoshta ke kosi, edhe tash duhet me shku në pej atje, një ditë ta op rrugë, 2 ditë servisim, tash edhe nga kesa shumë e madhe se këtë Kosova i qonë atje, ata e në shpërnda pak rajone. Tash besoj se ka më ka shumë nga kesë, besoj në deri nashta 1 ditë, 2 ditë, po më nejtë 1 javë ka mundësi se vanohet arka fiskale. Në javë mas më punu në park fiskale është edhe pak edhe irrituese ndaj klientit na këto mos e im shesh, duhet patjetër me çuar atë kuponin fiskal ashtu që kemi për obligim, edhe është pak irrituese se me njëherë lypin kuponin fiskale nuk e kuptojnë se kjo pak ka ndryshuar, edhe nuk i besoj se për 1 javë, besoj se kryet tash për 1 javë se ka shumë ngarkesë atje, se edhe me besoj se atje është numri i punëtorëve i limituar, e besoj se për 1 javë apo më shumë vanohet. Neve zakonisht në kohën e verës se kemi shumë ngarkune, çatë kohën e verës se kemi servisimin e arkës fiskale që ka kurrikis që i bjen çdo vit me servisu. Na i kemi 3 arka fiskale, që të 3 duhet me çu vazhdimisht, si del për 1 ditë afati, duhet 1 ditë 1, e me shku në pejë vjen për 1 javë, nashta për gjatë muajit me shkuja 5 herë se 6. Është ma të lërtim, ato këja nuk e di që ka menu ta, ose që do me zgjedh, e di se e kanë plan me bëni farë sistemi 3 të arkëve fiskaleve, po nuk e di tash që do të vepet. Jemi për ata kemë shumë problem që nga jut një ditë ku, nuk jam e që kupona fiskal qatë ditë, është ma vletimi matë, nëse. Kjo që nuk nga ka një formu për këtë farë,